Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Agjencia e Aviacionit në Maqedoninë e Veriut paralajmëron sindikatën e punëtorëve të saj se nuk do të lejojë të ndalet kontrolli i trafikut ajror. Krerët e agjencisë reaguan pas paralajmërimeve se një pjesë e udhëheqjes së sindikatës profesionale ka njoftuar për grevë dhe mbylljen e qiellit më 20 dhe 24 tetor. Nga agjencia thonë se puna e kontrollit të trafikut ajror nuk duhet dhe nuk mund të ndalet në asnjë rrethana për shkak të rrezikut për sigurinë e të gjithë qytetarëve. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski është gati dhe të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare pas fitores së mundshme sipas tij në zgjedhjet vendore. Nga Strumica i deklaroi se do të ishte logjike të mendohet për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për një mandat të ri 4 vjeçar. Megjithatë, siç theksoi ai, vendimi për këtë çështje nuk do të merret për arsye politike, por në interes të shtetit. Opozita shqiptare prej kohësh kërkon zgjedhjet parakoshme parlamentare, ndërsa Mickovski dhe partnerët e tij në qeveri e kanë mohuar deri më sot. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut pranon votimin në zgjedhjet vendore dhe me letër njoftim ose pasaport të skaduar. Pas marrjes së fletës, votuesit do të kontrollohen me pajisje për identifikim biometrik të gishtit të madh të dorës së djathtë. Votimi do të jetë i fshehtë, ndërsa fotografimi i votimit në grup ose familjar i rreptësisht të ndaluara. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka akredituar 9 vëzhgues të rinj, 5 të huaj dhe 4 vendas. Aktualitet. Arrestohet në Maqedoninë e Veriut bashkëshortja e mjekut Zekeria Shahini, i plagosur pak ditë më parë gjatë fushatës për zgjedhjet vendore 2025. Dyshohet se gruaja e tij është e përfshirë në tentativën për vrasjen e bashkëshortit pak ditë më parë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po kërkohet dhe i dyshuari, një 36 vjeçar nga Gostivari. Mjeku Shahini është kandidat i BDI-s dhe bartës i listës për Këshillin Bashkiak të Likovës. Plagosja e tij u komentua si një ngjarje me prapavi politike për shkak të përballjes në fushatën për zgjedhjet vendore. Është jashtë rrezikut për jetën. Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim i qelluar një ditë më parë me armëzjarje në Kumanov, Zekeria Shahini, ndonse ka marrë 2 plagë në krahun e majtë të djathta, është jashtë rrezikut për jetën. Detajet për gjendjen e tij shëndetësore i ka bërë drejtori i klinikës për traumatologji, Igor Merxhanovski. Sipas burimeve në sektorin e punëve të brendshme në Kumanov, mësohet se në vendin ku është shënë me armë dhe ku mbeti i plagosur mjeku Zekeria Shahini janë gjetur 8 gëzhoja plumbash të kalibrit 9 mm. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga organet e rendit të zbardhin rastin e plagosjes së bartësit të listës së tyre në komunën e Likovës, Zekeria Shahini. Nënkryetari i BDI-s Arb Rademi deklaroi se faktet e para dhe dëshmitë e pamjet e kamerave të sigurisë flasin qartë për një sulm të drejtë për drejtë nga një individ me maskë, i cili ka vepruar për të rrezikuar jetën kandidatit ton. Ky nuk është një incident i zakonshëm, por një akt i rëndë, i qëllimshëm dhe makabër që synon të krijojë pasiguri, frikë dhe tension. Për këtë arsye ne dënojmë ashpër këtë akt barbar dhe kriminal dhe kërkojmë reagim të menjëhershëm, serioz dhe transparent nga institucionet kompetente, veçanërisht nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike. Ai kërkoi arrestimin e autorit dhe çdo person që është i përfshirë në këtë ngjarje. Të identifikohet dhe arrestohet autori, si dhe çdo person i përfshirë në organizimin e këtij sulmi. Të informohet publiku me transparencë dhe përgjegjësi, sepse siguria e qytetarëve është çështje shteti e jo çështje partie. Sulmi armatosur ndaj kandidatit të BDI-s për Këshillin Komunal të Likovës ka rritur tensionet parazgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim njofton se gjendja e Zekeria Shahinit është e stabilizuar dhe është jashtë rrezikut për jetën. Në një deklaratë publike, BDI ka cilësuar sulmin si një akt barbar dhune dhe ka bërë thirrje për reagim urgjent ndaj institucioneve shtetërore. BDI ka apeluar gjithashtu për qetësi dhe maturi nga ana e mbështetësve të saj, duke kërkuar që qytetarët të mos bien pre provokimeve. Opozita shqiptare vendosi të pezullojë aktivitetet për ditën e sotme, duke i lënë hapësirë autoriteteve që të veprojnë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Koalicioni Vlen shpreh shqetësimin e thellë ndaj incidentit të ndodhur në Kumanov, ku plagos nga personat armatosur Zekeria Shahini. Në deklaratën zyrtare, Vlen dënon fuqishëm çdo formë të dhunës. Si koalicion bëjmë thirrje për qetësi, vetëpërmbajtje dhe respektim të institucioneve kompetente, që duhet ta zbardhin plotësisht rastin, thuhet në reagimin e tyre. Vlen thekson se në asnjë rrethana nuk mund të justifikojë veprime që rrezikojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve.
Kandidati i vlen për kryetar të komunës Shajerit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti shpalosi nismën për vendosin e ashensorëve në të gjitha ndërtesat e vjetra në Çajir që nuk kanë të tillë. Në prag të zgjedhjeve vendore, zëvendës kryeministri dhe kandidati për kryetar komune premtoi se ekipet inxhinierike janë në terren dhe po kryejnë vlerësime teknike të detajuara për secilën ndërtesë me qëllim që të përcaktojnë zgjidhjet më të mira dhe më të sigurta për instalimin e ashensorëve. Analiza fillestare tregojnë se ekzistojnë kushte teknike, pa pasur nevojë për ndërhyrje të mëdha për të ndërtuar dhe instaluar 81 ashensor në 81 hyrje të 31 ndërtesave. Gjithashtu po punojnë dhe për vlerësimin e të gjitha objekteve të tjera kolektive të banimit, deklaroi Izet Mexhiti. Kandidati i AKI-s për kryetar të komunës së Çajirit, Bujar Osmani, prezantoi projekte sportive të parashikuara në programin e tij zgjedhor, duke theksuar se prioritet do të jetë rivitalizimi i plotë i infrastrukturës sportive dhe krijimi i zonave sportive të përdorshme për të gjithë qytetarët. Osmani paralajmëroi se fillimisht do të nisë me rikonstruksionin e sallave dhe terreneve ekzistuese sportive me qëllim që ato të bëhen sërish të qasshme për sportistët dhe qytetarët e Çajirit. Ekonomi. Shfuqizohet koncesioni në Straçinës të Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti vlerësoi se qeveria nuk do të lejojë shfrytëzimin e pakujdesshëm të burimeve natyrore. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Izet Mexhiti njoftoi se qeveria shfuqizoi në mënyrë të njëanshme kontratën e koncesionit për shfrytëzimin e gurit gëlqëror në komunën e Gazibabës e nënshkruar 10 vite më parë. Zyrtarisht thuhet se inspektimi konfirmoi se koncesionari nuk e ka përmbushur kontratën dhe ka pasur ndërprerje të gjatë në aktivitet. Miratohet shpërndarja e fondeve nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për dy parqet nacionale, Malishar dhe Pelister. Qëllimi është përritjen e kapaciteteve institucionale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave të mbrojtura. Me ribalancimin e buxhetit për vitin 2025 janë dhënë 10 milion denar për ndërmarrjen publike Malishar dhe 12.6 milion denar për ndërmarrjen publike Pelister në formë subvencionesh kapitale. Këto fonde do të përdoren për detyrimet e papaguara ndaj të punësuarve dhe realizuesve të projekteve në këto dy parqe dhe modernizimin e pajisjeve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Austria dhe Slovenia bashkë me Gjermaninë dhe Italinë do të synojnë krijimin e nismës pranë Komisionit Evropian për ndryshimin e procesit të vendimarrjes për antarësimin e vendeve kandidate në Bashkimin Evropian. 4 nga vendet anëtare do të kërkojnë vendimarrje me shumicë të kualifikuar mes hapave, ndërsa vendimarrje me konsensus për fillimin dhe përfundimin e procesit të antarësimit. Ministria për Ropë e Austrisë, Claudia Plakolm, dhe sekretarja shtetërore në Ministrinë e Punëve të Jashtme slovene, Neva Gračić, tha se qëllimi është të përshpejtohet procesi dhe të shmangen çështjet bilaterale politike që bllokojnë procesin e antarësimit. Këmbgulin që Maqedonia e Veriut të bëhet pjesë e BE-s deri në vitin 2030 dhe kuptojmë dëshpërimin, u shpreh Neva Gračić, sekretare e Ministrisë së Punës të Jashtme e Slovenisë. Maqedonia e Veriut ofron mbështetje për përballimin e pasojave të përmbytjeve në Bullgari. Presidenti bullgar Rumen Rade përmes rrjeteve sociale konfirmoi gatishmërinë nga presidentja Gordana Silanovska Davkova. Sipas tij, Davkova shpreu ngushëllime për viktimat e përmbytjeve, krahas asaj nuk kanë munguar dhe ftesa për ndihmë. Përmbytjet shkatruese përfshin fshat turistik në Bullgarinë juglindore dhe në bregdetin e detit të Zi, duke marrë jetën e 3 personave dhe duke detyruar qindra të tjerë të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Ministri i Brendshëm Daniel Mitov tha se 3 persona, përfshirë 2 shpëtimtar, kanë humbur jetën në përmbytjet në vendpushimin bregdetar, pas shirave të rrëmbyeshëm. Infrastruktura në disa pjesë të rajonit bregdetar u dëmtuar rënd me përmbytjet që rrëmbyen makinat, përmbytën shtëpi, hotele dhe kampe. Ekipet e specializuara nga Marina Bullgare janë vendosur për të kërkuar persona të zhdukur dhe për të ndihmuar përpjekjet e evakuimit. Autoritetet shpallin gjendje të jashtëzakonshme në disa qytete përgjatë bregdetit të detit të Zi. Ndërkohë ambientalistët kanë ngritur prej vite shqetësime për ndërtimet pa kriter në bregdetin e detit të Zi, të cilat sipas tyre përkeqësojnë ndikimin e fatkeqësive natyrore si përmbytjet dhe stuhit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.